Presidenti Amerikan Donald Trump ka mbrojtur sërish strategjinë e administratës së tij ndaj Iranit, duke argumentuar se presioni ekonomik i ushtruar nga Shtetet e Bashkuara ka rënduar ndjeshëm situatën e Teheran. Në një intervistë regjistruar paraprakisht për Real America's Voice, Trump foli për mundësinë e vazhdimit të masave ekonomike ndaj Iranit, në një kohë kur negociatat për situatën rreth ngushtisjes së Hormuzit raportohen të jenë në ngërç. Trump e përshkroi ekonominë iraniane si të paqëndrueshme dhe pretendoi se politikat amerikane kanë shkaktuar dëme të mëdha në financat e vendit, duke referuar rolit të SBA-s në presionin ekonomik ndaj Teheranit. Presidenti amerikan tha me ironi se ishte bërë bankieri i tyre. Ata kanë inflacion 300%, nuk kanë asnjë vlerë, monedha e tyre nuk vlen pothuajse asgjë. Ata nuk i paguajnë ushtarët e tyre. Ushtarët po largohen, deklaroi Trump. Megjithatë, pretendimet e presidentit amerikan për nivelin e inflacionit, pagesat e forcave ushtarake dhe largimin e ushtarëve nuk shoqërohen në materialin e raportuar me të dhëna të pavarura që t'i konfirmojë këto shifra. Trump këmbguli se presioni ndaj Iranit duhet të vazhdojë duke argumentuar se situata në vend mbetet e paqëndrueshme. Duhet të vazhdojmë sepse situata është e paqëndrueshme, u shpreh presidenti amerikan.